Presidenti Amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e një mandati të tretë në krye të Shtëpisë së Bardhë, duke thënë se një gjë e tillë do t'i pëlqente shumë. Sidoqoftë, mbetet e paqartë se çfarë taktike do të përdor ai për të kandiduar sërish, nisur nga fakti se kushtetuta amerikane i ndalon një presidenti mandatin e tretë. Nuk e kam menduar seriozisht, por në sondazhe kam shifrat më të mira që kam pasur ndonjëherë, tha Trump. Javën e kaluar, ish strategu i fushatës së tij elektorale, Steve Bannon, tha se plani për t'i siguruar liderit 79 vjeçar një mandat tjetër ishte gati. Por duke folur për gazetarët gjatë turit nazi, Trump sugjeroi zëvendës presidentin J.D. Vance dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio si pasardhës potencial të tij, duke i quajtur ata të pandalshëm. Ajo që mund t'ju them është se ne kemi një grup fantastik njerëzish të cilin demokratët nuk e kanë, deklaroi Trump. Më tej, kreu i shtetit hodhi poshtë mundësinë që të garojë për zëvendës president në 2028, një ide që ka qarkulluar mes mbështetësve të tij si mënyrë për të shmangur kushtetutën. Mendoj se njerëzve nuk do t'u pëlqente, është një ide e lezetshme, por nuk është e drejtë, u shpreh Trump. Amendamenti 22 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara i ndalon presidentët që të kërkojnë një mandat të tretë. Ndryshimi i amendamentit do të kërkonte aprovimin nga 2/3 e dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit, ose një konvent kushtetuese të thirrur nga 2/3 e ligjvënësve, një proces që shihet si i pamundur.